Prokuroria e Tiranës ka kërkuar dënimin me 23 vite burg për Ilir Beqarajin, të akuzuar për ndihmës në ekzekutimin mafios të Kentian Betjas, ngjarje ndodhur në Larush të Fushkrujës në mars të vitit 2024. Ilir Beqaraj akuzohet për veprën penale vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim, mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve si dhe falsifikim dokumentash. Hetimet dhe provat e mbledhura tregojnë se Beqaraj ka qenë afërsi të banesës së viktimës disa herë para ngjarjes, gjë e konfirmuar nga verifikimet e të dhënave të GPS-it e automjetit që ai kishte marrë me qira. Për më tepër, akti i ekspertimit biologjik të ADN-s lidhur me automjetin Volkswagen Golf në pronësitë e Edison Haxhiut, i arrestuar gjithashtu në largimin e autorëve më njëherë pas djegjes së një tjetër automjeti që u përdor në krim dhe u doq në fshatin Hasan. Nga analizat e ADN-s dhe hetimet e tjera ka rezultuar profil gjenetik i të akuzuarit Ilir Beqaraj dhe Flodian Plaku, duke konfirmuar rolin e tyre në ekzekutimin e Betjas. Procesi gjyqësor vijon ndërsa prokuroria kërkon që ata të përgjigjen para drejtësisë për ngjarjen që troniti komunitetin e Fushkrujës.